Sot emisioni Gjua e Nënës vazhdoi rrugtimin e tij në Marley Avenue, një adresë që prej më shumë se një dekade është kthyer në një vatër të rëndësishme të kulturës dhe talentit shqiptar në diasporë. Në këtë rrugë ka lindur dhe zhvilluar Marley Got Talent, një iniciativë e vyer e themeluar nga mësuesja e përkushtuar e fëmijëve shqiptar, Ina Xoxha, një emër që tashmë lidhet ngushtë me edukimin artistik dhe shpirtin krijues të brezit të ri. Me ftesë të drejtoreshës së emisionit Gjua e Nënës, zonjës Ardiana Golja, stafi i Alb TV Kanada u prit me një mikpritje të ngrohtë, ashtu siç e do tradita shqiptare, me zemër të hapur dhe respekt të veçantë. Pavarësisht angazhimeve intensive dhe përgatitjeve për festivalin e përvitshëm të Marley Got Talent, fëmijët dhe stafi gjetën kohën për të qenë pjesë e këtij rrugtimi televiziv, duke dëshmuar edhe një herë se dëshira për të recituar, kënduar dhe folur shqip buron nga zemra. Ata theksuan se për të promovuar gjuhën dhe kulturën shqiptare, gjithmonë ka vend dhe kohë, sepse është një mision që i bashkon dhe i frymëzon. Përshëndetje Ina. Përshëndetje. Përshëndetje gjithë fëmijëve. Faleminderit që më lejove, që na lejove sot në Alb TV të marrim pjesë në një nga aktivitetet që organizon Marley Got Talent. Jemi shumë mirë njohës, me gjithë shpirt, sepse e di se sa punë, se sa kohë, qoftë nga ju, nga fëmijët, nga prindrit, prandaj dhe ju falenderoj nga zemra. Edhe ne ju falenderojmë për ftesën. Fëmijët recituan shumë bukur edhe mendoj se kishin bërë një punë shumë të mirë. Ju uroj suksese në këtë edicion. Gjuha e Nënës, ty e si dhe Alb TV-s. Ndjehem e vogël në krahasim me punën që Marley Got Talent bën në komunitet. Unë e di që ty nuk të pëlqen që të flas për Inën, por unë do flas për Marley Got Talent, sepse është një institucion tashmë kulturor në komunitetin shqiptar në Kanada. Stafi i Alb TV Kanada shumë shpejt do të sjellë për publikun një seri episodesh të emisionit Gjua e Nënës, ku çdo transmetim do të përcjell vlerat më të bukura të gjuhës shqipe, gjuhës së nënës. Qëndroni pranë Alb TV Kanada, sepse me ju ne rritemi së bashku.